Për shembull, të mos vallahi thon. Do tema që mirën sot na si muslimanë. Me vetë Allah, pse e marr me çet tema thon. Nuk ka bashkëllim me përgjigje thon. Allahu jo. Allahu xhallahu ala nuhi sunia përgjigje thon. Që 950 ka thirrë thon. Bashkë ashtu ka Allah thon. Adaj, kush ki me konti? Ti ki me koni muslimani rëndam, ti me koni njëri që ishta. Qa që të me konë? Merë Allah me ishte punët tua. Merë Allah me ishte temat e tua, se të s'kime, për shambull, ti a ki me konë njëri që përmes leximit edhe arritës tona, kimi rregullu punë të umetit. Jo, se kur kush s'vetë, as i referencës. E pse përmirësh me ato punë? A është filon djetari, për shambull, i këti drejtimi, ati drejtimi, është kështut, për shambull, a prindu bo nuk e din obligimet e ti negruz. A është kjo tash, a është që kjo shpërqendrim? Shumë vëllap. Shumë. Ka qelë dugoj, 2 rregullat e shitbires në islam nuk e din, a me din fort mirë. Filon alimi ku ka gabu edhe kë, çfarë punë që kapën. Që kjo është, kush do me konti? Unë do me konti tregtar musliman, i cili punon me halal. A do me konë që kjo? E për me konë që kjo, do me konë që kjo? Apo? Sikur sa e cilë nuk di ku ka me shku, këtë rrugë të qojnë dikun. A shdi ku ka me shku, ku po shkon, s'di ku po shkoj apën. A ti suni thush, gabi me ki që i pishkon kësajt, suni thush, se ka ti bjen mire ka, apëta, se kur këso të shkuaj apën. Ama kur do me konë thash, do me konë prindi mirë, bashkërti mirë, kojshi i mirë, djali i mirë, muslimani i mirë, do me konë, kejto që kjo do me konë, e për me konë që kjo duhet që des me ngu, për me konë që kjo duhet që libër me lezu apën. A kuptan? Pa e ku nuk din që ka do me konë, nuk din që ka do me lezu apën, është normal apën. Andaj, japi vezet pyetje, kush do me konë t'ju lapën? Dhe me konë si filen hoxha. Ta një lezon që ka lezu që i hoxha. Ama kush kime kuj është do me konë si aj. E do me konë si kjo, do me konë si që kuj. E si aj është do me konë. E pse për është tema? E pse mirësh me që të punë, pse? A përshet që shejtanit ka vënë kurthat që kështë po mirësh me do punë të të mbaja, a e din shumë mirë që me 3-4 pyetje, këtë projekti bjen uja. Mos e zhvlerëso vetën ka shumë Allah. Mos e zhvlerëso ka shumë Allah. Që unë e di, i mëson do temat përgjithshëm, i mëson do çështje të përgjithshme, edhe bën mohabet. Me 2 pyetje ti e demaskon thotë. Si kërkon Allah. Ani disa kanë edhe vinë edhe për shembull nga me të kallëzuar që unë lexoj tani një 2 fjalë arabisht i përmend. Mërash që masoj nuk din as 5 nuk din me kallëzuar, thon. Nuk pish punë, mësoni arabisht. Po nuk i nevojë me kallëzuar 2-3 fjalë që atë nuk ka letë me i qëndru për ballë pyetje, vëllaznia. Ti mund të prakë po, lexon edhe sa dush ama koshton para një profesori shumë përgatitur na thon, me 2 pyetje ai dhe me deklasuar. Nuk ka letë me dalë për balë diku që me bu me të vetë, fort diçka me thonë që une, nuk ka letë. E para me dalë për Allah xhallahu ala me thonë, pse? Ose kush e konë? Këtë është me konë që ky? Po për me konë që ky dhe është shtu me balë. E nga që atina me konë. Unë s'po thëmë së më konë bënë ambicje sa dush, po ambicje real, logikshme, thëmë. Atë së në të dikush në më konë, për ambicjeve është për shembull që ambicjet kanë kur flasnë për ambicje kanë bën imagjinare. E si të bën imagjinare tani bën të pamundshme, edhe esin veç çka të fol. Kur temat për ambicjen më shumë mbo, domethënë tema relaksuese, se inkurajuese. Apton, problema kjo. Na për selefin e për sa më shumë flasim apton për më kënaq se për më marr mësim edhe për më qortu apton. Çfarë çka kanë bën njerëz? Çfarë burra ti po? Ani ide? Çish ka thonë Enes ibn Nadr në Uhud. Nëse ka vdek pejgamberi sa sa më, po çuni edhe pra desni çu shudej kaj sa ju dek tu ecë, tu nejt apton. Dhe me ko muslimani dur, dhe me ko shembull. Dhe me ko me ndikim po çështu bosh. Po jo me pralla me fjalë poshtë përpjet me tema që s'përkasin që kur kush njet s'ka me vetë kur për to, e i kelon temat esenciale bazike që ti me to mirësh vazhdimisht apo. Kush do me konti? Kush jeti apo? Kush do me konti? Kush jeti apo?